Respekti prindit dhe bamirësia është edukat e pejgamberit tonë, alayhi salatu vesselam, dhe pejgamberëve të tjerë para tij. Ne si musliman duhet i pasojmë ata dhe të marrim shembull prej tyre, e jo prej artistëve, këngëtarëve e të tjera, të cilët janë njerëz me moral më të shëmtuar dhe degeneruar. Ne kemi shembull në Nuhin alayhi salam, i cili bënte lutje dhe kërkonte falje për ta. Allahu Azza wa Jall e përmendi në Kur'an shembullin e tij dhe tha: O Zoti im, falë më mua dhe prindrit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Fali të gjithë besimtarët e besimtaret. Po ashtu kemi shembull edhe në Ibrahimin, mikun e Allahut, baban e pejgamberëve, prisin e besimdrejtëve, kur i drejtohet babait të vet me fjalë të buta dhe të ëmbla, edhe pse ai ishte i pafe. O babai im, i thosha atij duke thirrë që vetëm Allahun ta adhuroj dhe ta lë shirkun. Pasi që ai nuk pranoi dhe ju kërcënua me rrahje e persekutim, Ibrahimi nuk shtoi më tepër se fjalën: "Qofsh i lirë prej meje, unë do ta lut Zotin tim për të falur ty." Mos ta harrojmë Ismailin, të birin e Ibrahimit alayhis salam, shembullin më të mirë për respekt të prindërve në historinë e njerëzimit. Kur i tha babai i vet: "O djalim, kam parë ëndër se duhet të flijoj." Ismaili ju përgjigj: "O atim, vepro ashtu siç je urdhëruar. Dashur Allahu, unë do të jem i durueshëm."